على عقيدة السلف وهي النجاة للخلف. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë një njeri i cili është nisur për me shku në hax prej Medinës në Mekë, është nisur në kamp. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyetur sahabët, çka ka ky njeri që po ecë kështu në kamp? Thotë ky ka bën nezër, pra ka dhënë fjalë që ky nuk ka me shku në Qabe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thuajini le të hip pra devës apo kalit, se Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë që ky të dënoj vetveten e tij. Pra, nuk ka nevojë që njeriu me dënu veten e tij për me fitu shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Jo në këtë formë. Pra, mirë kalohet tek format më të lehta për mos me dëmtu veten, pra duke u kthyer hadithin e pejgamberit sa nuk lejohet as dëmi as dëmtimi, qoftë i vetvetes ton apo qoftë i dikujt tjetër.